Partia Demokratike nis sot aksionin e saj opozitar në një protestë para godinës së kryeministrisë, duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sipas njoftimeve të PD-s, tubimi i parë do të fillojë në orën 18, ndërsa për pjesëmarrje janë thirrur qytetarët nga të gjithë qytetet e vendit. Kreu i partisë Ali Berisha ka ftuar shqiptarët që të bashkohen në këtë protestë si pjesë e një sezoni të protestave të vazhdueshme që do të zhvillohen çdo javë. Kjo protestë thirret në kushtet kur opozita bëri gjithçka për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm, por qeveria bëri gjithçka për të shtruar procesin zgjedhor në një farsë të shëmtuar zgjedhore, duke u faktuar kështu shqiptarëve dhe botës se shpresë për ndryshimin e pushtetit me votën e lirë nuk ka, për sa kohë Edi Rama të jetë kryeministër. Kreu Demokrat ftoi të gjithë qytetarët që të bashkohen këtij tubimi. Të nisim sezonin e vazhdueshëm të protestave të vazhdueshme, të shumëllojta, gjersa të realizojmë qëllimin ton të japim mundësi shqiptarëve të votojnë qytetar të lirë. Opozita thekson se protesta është përgjigje ndaj bllokimit të hapësirës parlamentare nga mazhoranca, e cila sipas PD-s ka refuzuar çdo diskutim dhe ka shndruar procesin zgjedhor në një farsë të shëmtuar. Protesta do të shërbejë si një foltore paralele ku deputetët dhe qytetarët do të shprehin shqetësimet e tyre dhe do të kërkojnë të rivendosin mundësinë e votës së lirë dhe të ndershme. Berisha njoftoi gjithashtu se kjo është vetëm protesta e parë e një serie aksionesh opozitare. Një protestë kombëtare pritet të zhvillohet së shpejti, por data e saj ende nuk është përcaktuar.